Përshëndetje. Ndërkohë që presin të tjerët që të vim, unë po bëj njoftimet e përgjithshme, ato si që bëj tashmë është bërë 3 ditë dhe kjo pjesë. Si fillim në lidhje me shërbimet e përgjithshme që unë bëj, ose më rreth me shërbimet që bëj publikun, pra për ju, kam lidhje të drejtë për drejta që tashmë i zhvilloj një herë në javë, ku flas në lidhje me hënën e re, hënën e plot, ose bëj pyetje përgjigje, dhe një herë në javë zhvilloj dhe lidhjen drejt për drejt, ku flas në lidhje me ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Në përgjithësi këtë bëj ditën e shtunë në orën 18 ose 19, varet nga programi i asaj dite që kam unë. Ndërkohë që kam dalë në televizione të ndryshme, disa për tyre, ose më të themi 3 të cilët tashmë janë bërë fikse. Njëra është e para që është Zgjohemi MCN, programi Zgjohemi MCN tek kanali Zgjohemi MCN, dhe çdo javë ku flas në lidhje me parashikim në javës. Shkoj tek Top Channel, ku flas në lidhje me parashikimin mujor. Kjo është në shtëpinë tonë, për programin në shtëpinë tonë. Ndërkohë që kam filluar të shkoj edhe te Scan TV përsëri në lidhje me parashikimin mujor, kërkojnë ndjes. Kjo është me Adelina, te kam shumë xhan, përshëndetje këtu. Dhe marr pjesë në programe të ndryshme televizive. Këto variojnë nga dita, pra nuk është diçka fikse, por në përgjithësi jam edhe tek Klan Kosova dhe tek Dukagjini TV. Ndërkohë që për shërbimet që jam me pagesë, duke qenë se të gjitha këto, pra parashikimet që bëj edhe në lidhje drejt për drejta, edhe në televizion të ndryshme që dalë, janë gjithmonë të pamjaftueshme për individin, sepse ju keni gjithmonë pyetje ekstra, dhe mbi të gjitha është e pamundur që të përfshihen të gjithë individët që ndodhen brenda e shenja tek parashikimet e përgjithshme, qoftë edhe në lidhje me shenjat. Prandaj edhe unë kam shërbime të cilat ju informojnë juve në lidhje me hartën tuaj personale, talentet tuaja, zhvillimin tuaj, etc. Pra në një farë mënyrë prezantoj juve pjesën që nuk e dini, ose më të them se si ta përdorni gjithë hartën tuaj për të arritur potencialin tuaj të vërtet. Ka shumë persona që nuk e dinë ascendentin e tyre, për këtë arsye edhe këtë kam një nga shërbimet e mia kryesore tashmë, gjej ascendentin, pra orën e saktë të lindjes, dhe në bazë të asaj ascendentit mund të bëjmë analizën e lidhjes e të tjerë. Këto janë shërbimet të cilat i bëjmë pagesë. Për t'i prenotuar më kontaktoni nëpërmjet numrit tim të WhatsAppit, ose nga Instagrami, ose nga TikToku. I keni të gjitha informacionet tek profilet e mia, të gjitha rrjetet e mia sociale. Okej, këto ishin në lidhje me shërbimet. Tani po kaloj tek ndikimet që do të kemi tek kjo hënë e re. Para një jave, afërsisht, bëra një lidhje të drejtë për drejtë, ku fola në lidhje me ndikimet që kishte hëna e plot, që ishte tek shenja shigjetarit, dhe aty e përmenda që ishte shumë e rëndësishme, sepse çdo veprim që bënim, ose çdo zgjedhje që bënim gjatë kësaj periudhe, do të kishte një ndikim të drejtë për drejtë, duke filluar nga kjo hënë e re, pra duke filluar nga data 25 qershor. Të gjithë atyre që nuk e kanë ndjekur këtë lidhje të drejtë për drejtë, ose që nuk e kanë parë ende videon, mund ta gjeni tek kanali im YouTube, do t'i këshilloj të gjithëve që ta shikonit, sepse mund të merrni shumë informacione të cilat do t'ju ndihmojnë që të përzidhni në mënyrë që të mund të krijoni një jetë, ose më të themi, të mund të hiqni nga jeta juaj gjëra që janë të padobishme dhe të fusni tashmë ose të mbani në jetën tuaj gjërat të cilat janë të dobishme. Është një fazë shumë e rëndësishme dhe kjo hënë e re është fillimi i një cikli të ri. Nuk është fillimi i një cikli të ri vetëm për individin, është fillimi i një cikli të ri edhe për shoqërinë. Unë do të them në këtë mënyrë. Kjo është një nga hartat më të fuqishme që unë kam parë deri në këtë moment. Analizat të cilat kërkonte shumë më tepër vëmendje. Kjo hënë e re do të jetë në shenjën e Gaforës, në datën 25 qershor, është në orën 12:31 të drekës, në orën e Shqipërisë. Dhe tema kryesore e kësaj hëne të re është dëmshuria. Gjatë hënës së plot, që ishte javën e kaluar, tema kryesore ishte përzgjedhja. Ne duhet të përzgjedhim vërtet mirë se çfarë mbanim në jetën tonë, në mënyrë që tani të kemi edhe një zhvillim më cilësor ose më të shëndetshëm. Do të
ta rifrazoj në këtë mënyrë. Në qoftë se ne zgjedhim qëllimin, ose më themi në qoftë se qëllimi jon kryesor është të bëjmë mirë, të shërbejmë të tjerëve, vetes, shoqërisë, familjes, dhe të heqim mënjan egon e sëmurë në këtë rast, atëherë do të kemi vërtet një përmirësim të dukshëm edhe të jetës tonë personale. Pra, ne mund të fitojmë edhe nga ana materiale, në qoftë se ju bëjmë mirë të tjerëve. Para e vërtet do më të që ana material do të visë së bashku me ndërgjegjen, pra dëmshurin, duke qenë se tema kryesore, po e analizoj edhe një herë, se ana tjetër është dëmshuria. Shenja e gafores është shenja e cila reprezenton nënën, prandaj dhe duhet të ushqej të tjerët, dhe duhet të ushqej normalisht edhe gjërat të cilat janë ato që le të themi në këtë mënyrë që do të rrisin fëmijët e saj. Pra, jo vetëm do të ushqej fëmijën e saj, por do të ushqej edhe ambientin, të rregulloj ambientin e saj. Kjo është pikërisht tema kryesore që do të ketë kjo hanë e re, dhe siç e thash, është dhe fillimi i një cikli të ri. Një cikli të ri në shoqëri. Pjesa më e rëndësishme është kjo. Gjatë hënës së plot, që ishte tek shenja shigjetarit, e përmenda që mund të kemi edhe daljen e legjislacioneve ose aprovimin e legjislacioneve që janë kundër njerëzimit. Por nga ana tjetër mund të kemi dhe rebelimin e masave. Tashmë, kjo është vërtet shumë në sipërfaqe, pra të gjitha këto tema. Deri datën 25 do të vazhdojnë që të jenë vërtet shumë në sipërfaqe. Dhe ne do të zgjedhim anën tonë, duke qenë se të gjitha shenjat e ndryshueshme theksojnë shumë dualitetin. Pra, për sa kohë rritet ana negative, për çdo gjë në të njëjtën mënyrë ose në të njëjtën shkallë rritet edhe ana pozitive. Prandaj edhe ne gjatë këtyre ditëve duhet të përzgjedhim se cilën anë jemi. Edhe nëse nuk zgjedhim një anë, do të thënë që kemi zgjedhur. Është një hanë e re vërtet shumë interesante, dhe siç e thash vërtet shumë e fuqishme. Po filloj tani nga analiza, sepse këto është vetëm tema kryesore dhe hapja e temës kryesore. Gjatë kësaj hëne të re, do të kemi diellin, hënën dhe Jupiterin në takim, të tre këta do të jenë tek shenja e gafores. Dhe mbi të gjitha do të jenë edhe në një zonë ose një pjesë të hartës e cila shkëlqen, do të ketë një dominim vërtet shumë të madh. Kjo do të thënë që karakteri kryesor i kësaj hëne të re faktikisht është Jupiteri. Dhe Jupiteri është një karakter shumë interesant. Zmadhon gjithçka. Por është edhe në mitologjin që ose futemi, është edhe Zeusi. Dhe Zeusi mund të shprehet ose më thënë mund të cilësohet edhe si adoleshent i përjetshëm, por nga ana tjetër është edhe pikërisht karakteri i cili thyeu të gjitha normat, theu të gjitha tabut, doli përpara ose më themi te kaloi frikrat e tij dhe ndërtoi një sistem të ri. Prandaj dhe thash, ky është fillimi i një cikli të ri tashmë, dhe këtë do të bëjmë edhe ne, të gjithë, ose më themi do të bëjë shoqëria. Por në mënyrë që ta bëjmë këtë, gjithmonë kemi kushte. Kushti më i rëndësishëm është që duhet të jemi të dhimbë, do të dalim më tepër se përfaqe dëmshuria. Duhet të shërbejmë njerëzimit, pra duhet të zgjidhim anën tonë shpirtërore, ose më themi ndërgjegjen tonë në mënyrë që të fitojmë. Dhe nuk mundemi më që të jemi egoist. Pra, nuk mund të themi që të fitoj unë dhe të humbasin të tjerët, në momentin që e bëjmë këtu humbasim të gjithë. Pra, është pikërisht momenti ku ne kuptojmë, duam apo s'duam, ne do të kuptojmë që ne jemi pjesë e një të tërë. Dhe është pikërisht ai momenti që ne do të thyejmë të gjitha këto rregullat që na janë imponuar deri tani, do të kuptojmë që gjithçka që po ndodh në këto momente është thjesht një teatr. Dhe mbi të gjitha, do të kuptojmë që duhet të jemi pranë atyre personave që kanë nevojë. Duhet të jemi pranë në çdo gjëje e cila na prek ndërgjegjen pra. Siç e përmenda, duhet të jemi vërtet shumë herë më të ndërgjegjshëm tashmë. Na jep një talent vërtet shumë të madh për të perceptuar përtej vellos së anës materiale, kjo hënë e re, do të jetë një fillim i një cikle të ri jo vetëm për shoqërinë, por edhe për individin, po ashtu edhe në anën tonë spirituale. Kjo çfarë po them mund të duket pak si, le të themi,
ngelet në ajër, mund të mos duket shumë praktike, por jam më së sigurt që maksimumi pas një jave të gjithë do të kuptojnë se çfarë po mundoj të them tani. Pra, spiritualiteti dhe ana materiale nuk janë të ndara nga njëra tjetra, përkundrazi janë një, prandaj dhe gjatë kësaj jave do të kuptojmë shumë mirë këtë. Të gjithë të dyja janë pjesë të njëjtës gjëje dhe thjesht do të mësojmë si të përdorim. Ndërkohë që kemi po e them në këtë mënyrë shumë praktike. Në qoftë se ne sillemi në mënyrë të ndershme, në qoftë se ne sillemi, e kuptojmë që diçka është e gabuar dhe pranojmë, edhe pse mund të kemi bërë gabim deri tani, kjo do të na shpërblet. Njerëzit që kemi rreth rrotull do të kuptojnë që kjo është një sjellje e ndershme dhe kjo do të shpërblet pra edhe në anën materiale. Në qoftë se kemi bërë një gabim në punën tonë, po e them në mënyrë shumë praktike tashmë. Nëse kemi bërë gabimin në punën tonë, dhe shkojmë i themi prorit tonë që unë kam bërë gabim këtë, më lejo që ta rregulloj, atëherë do të përfitojmë vërtet shumë nga kjo, por në qoftë se edhe e kuptojmë diçka dhe vazhdojmë ta lejojmë që të ndodhi, në këtë rast do të kemi humbje vërtet shumë të mëdha, bile mund të them rrënime të mëdha. Pra, është ndarje tashmë në dy. Cilën rrugë po zgjedh? Kemi një ndikim shumë të madh, shumë të fuqishëm bile mbrojtje, gjasë hanet e re, dhe cikli i ri që do të krijohet, që do të jetë i vlefshëm për gjithë pjesët anëtare të shoqërisë. Do të jetë ndarë në dy. Persona të cilët tashmë kanë pranuar shtesin në rrugën e duhur, në rrugën e ndershme, dhe persona të cilët nuk kanë zgjedhur këtë rrugë, por do të analizoj persona të cilët nuk kanë zgjedhur rrugën e ndershme, do të jenë vërtet shumë pak. Problemi është se ato do të përtasin më shumë. Prandaj është në dorën tonë të gjithëve ne që të kuptojmë se cilat janë gjërat që janë vërtet me logjik, sepse është logjika dhe ndjeshmëria, ana spirituale janë një. Për sa i përket anës sentimentale. Ana sentimentale gjatë kësaj hane të re është vërtet në shërim. Domethënë, të gjitha tabut, kushtëzimet që ne mund të kemi pasur, qoftë për të qenë në çift, qoftë për të mos qenë në çift, qoftë për lidhjet aktuale, pra perceptimi që ne kemi për lidhjen, perceptimi që ne kemi për familjen, perceptimi që ne kemi për vendin tonë që kemi në shoqëri, nëse duhet të jemi çift apo vetëm, kjo tashmë do të futen në një fazë shërimi dhe që është pjesa më e rëndësishme e kësaj hane të re. Pra, ky cikël përfshin edhe këtë. Është në një hënë e re e cila do të sjellë shërimin e shumë tematikave që kanë të bëjnë me rrënjët tona. Pra, më mirë të themi me tabut që ne i kemi të rrënjësuar ose me kushtëzimet që ne i kemi të rrënjësuar, që na kanë ardhur që nga fëmijëria apo nga jeta të cilën ne kemi jetuar deri tani. Kjo është edhe arsyeja që çdo lloj teme që ka të bëjë sidomos në lidhje me marrëdhëniet që ne kemi me njëri tjetrin dhe me veten tonë do të kalojë në një transformim të dukshëm, në një metamorfozë të dukshme, më duhet ta them. Cilat janë pjesët të cilat duhet të kemi rëndësishëm, mirë të themi cila është gjëja që ne duhet të jemi më të kujdesshëm. Gjëja që ne duhet të jemi më të kujdesshëm është që të jemi të ndërgjegjshëm. Pra të bëjmë çdo gjë, çdo veprim që bëjmë, ta bëjmë në mënyrë të ndërgjegjshme, të zgjuar, metodologjikshme. Tashmë nuk ka më vend për gabime. Ose më të themi nuk ka më vend për egoizëm. Nëse ne veprojmë me egoizëm, automatikisht do të ngelemi mbrapa. Po futemi në një dualizim shumë të madh në këto momente dhe ky është pikërisht ndarja. Pikëndarja është në këto momente. Pra do të zgjedhim anën tonë, rrugën tonë. Do të kemi një dalje në skenë të figurave atësore, çfarë do të them personat të cilët mbrojnë, personat të cilët përkujdesen për shoqërinë, për njerëzimin, dhe këto janë pikërisht figura të cilat do të marrin një mbështetje vërtet shumë të madhe. Kjo nuk është të thënë se janë vetëm meshkuj, edhe femra është një të gjë, pra në të dyja situatat. Ideja është këtu që këta janë personat të cilat mundohen që të mbajnë ose më të themi kanë si parim mirëqenien e komplet shoqërisë. Kemi dalje në skenë edhe të ndërmjetësimit shumë të madh, ose më të themi do të zhvillohet edhe më tepër. Në këto momente e di që ka disa shtete të cilat janë në luftë me njëra tjetrën për ndërmjetësimin e palëve që janë në luftë, pra, siç është Turqia që po mundohet që të bëhet që të ndërmjetësojë paqen midis Izraelit dhe Iranit.
e njëjtë gjë është e vlefshme, këtë njëjtë gjë po mundohet të bëjë dhe Rusia dhe këto të dy shtete, pra Turqia me Rusia janë në garë, po të them me njëra tjetrën. Kjo do të shtohet edhe më tepër. Dhe ka shumë rëndësi. Të njëjtën gjë, të njëjtin shembull duhet ta ndjekim edhe ne në jetën tonë personale. Sepse ndërmjetësimi, pra sjellja e paqes ose arritja e mirëkuptimit midis dy palëve dhe ndihma që ne mund t'i japim në këto momente është vërtet shumë e rëndësishme. Pra pikërisht këta janë karaktere të cilët do të shkëlqejnë më tepër gjatë kësaj periudhe. Kemi një rritje shumë të madhe të personave të cilët merren me art ose më themi, do të kemi një sukses shumë të madh dhe të artit do të zhvillohet edhe më tepër në këtë moment, do të bie më tepër në sy. Këtë po e them as pak a shumë në klapa, sepse kam njohur shumë kohë të fundit persona të cilët merren me art, po kanë probleme në lidhje me anët materiale ose dhe kjo është një hanë e re e cila do të fillojë ciklin i kësaj tërës. Nuk do të thënë thjesht artin, mund të thotë edhe sportin e tjerë, por në përgjithësi për artin, për personat që janë të famshëm që kanë një farë influencë në botë, këta do të fillojnë që të fitojnë pak më tepër dhe kjo faktikisht do të shtojë edhe kreativitetin dhe do të ndikojnë në mënyrë pozitive shumë edhe masës, sepse do të bëhen shembull, pra filmat që ata mund të bëjnë, apo teatrin që ata mund të bëjnë, apo pikturat që ata mund të bëjnë, do të ndikojnë komplet shoqërinë për të evoluar në mënyrë shumë më pozitive. Pra artin gjatë kësaj hane të re, ose më themi hane sistemi do të përdor këta artistë pra në mënyrë që të evoluojnë masat. Kemi rritjen e anës tonë shpirtërore, ose më të them intuitës tonë. Mund të jemi pak më tepër medium, ose mund të perceptojmë më mirë se çfarë do të thotë Zoti, sistemi, universi në këto momente. Pra jemi më të aftë për të perceptuar, për të lidhur pikat me njëra tjetrën. Dhe kjo automatikisht na bën neve që të bëjmë përzgjedhje edhe më të mira. Siç e thash, duke qenë se tema kryesore kësaj hane të plotë është dëmshëria, ndërgjegjësimi, automatikisht të janë gjëra vlera, më të themi që do të rriten edhe më tepër në mënyrë që ne të jemi të aftë të përzgjedhim rrugën që duhet të ecim. Por, duke qenë se dualiteti ekziston në realitetin ku ne jetojmë, ndërkohë që këto rriten, pra anët pozitive tona, do të rritet shumë edhe numri personave të cilët janë interesaxhi. Personat të cilët mundohen gjithmonë që të thonë unë, që personat të cilët do të mundohen që të përfitojnë edhe nga lufta apo nga frika që është krijuar në këto momente. Këta normalisht janë personat të cilët do të bien direkt në sy, por është në dorën tonë nëse duam, do i vazhdojmë që t'i mbajmë ata si pjesë e shoqërisë, ose në shumicën e rasteve si udhëheqës të shoqërisë, apo do të zgjedhim tashmë diçka të re. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm në lidhje me mjekësinë. Kjo është një hanë e re e cila do të shënojmë më të themi një fillim të ri edhe në këtë pikë. Do të kemi një zhvillim shumë të madh në lidhje me sëmundjet imunitare, sidomos ato që krijohen ose më të themi që janë të lindura ose që krijohen në fëmijëri. Do të kemi shërimi pothuajse të plot ose më themi të sëmundjeve të cilat kanë bazat të tyre nga temperaturat e larta që krijohen në fëmijëri, cilat mesatë është melangjiti të tjerë, po ka shumë, por është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme në lidhje me këtë, se do të kemi hapa shumë të mëdhenj në zhvillimin e mjekësisë ose në zbulimeve në lidhje me mjekësinë. Do të kemi daljen në skenë edhe të personave, ose më të themi, do të bien shumë në sy, do të bëjnë shumë zhurmë persona të cilët janë pro të drejtave të njerëzit, janë pro ose më themi kundër skllavërisë dhe të tjerë. Personat, po e them në këtë mënyrë, personat që bërtasin më shumë gjatë kësaj periudhe do të parë gjithmonë me pikë pyetje. Këta mund të jenë persona të cilët i përdorin sindikata të ndryshme ose grupime të ndryshme që janë për të drejtat e njerëzit ose që janë kundër këtyre tematikave njerëzore për të përfituar nga ana materiale. Është në një moment vërtet shumë e rëndësishëm në lidhje me këtë temë. Pra unë nuk po them që të mos ndihmojmë njerëzit e tjerë, po them të kundërtën, po them që personat që bërtasin më shumë duhen parë pak me dyshim. Edhe sindikatat e tilla ose grupimet e tilla duhen parë pak me dyshim. Duhen vërtetuar se ku kalojnë vërtet parat, pra.
i investojnë vërtet për të mirën e njerëzimit apo bëjnë komplet të kundërin, fusin në xhepat e tyre. Dhe po kaloj tek një temë shumë e rëndësishme që është zhvillimi në botë. E lash për në fund, është një temë shumë e ndjeshme në këto moment, ose më them jemi shumë të ndjeshëm që se teme, sepse kemi përhapjen e luftës në të gjithë botën, pothuajse. Po e them në këtë mënyrë. Gjatë kësaj hëne të re ka shumë vendosje të cilat indikojnë që do të kemi një përhapje të kontaminimit të ajrit nga kimikate, pesticide, mund të kemi aksidente të shumta ajrore, me anije dhe hekurudhore. Dhe si rrjedhoi këtyre uri, skamje dhe sulme të ndryshme ndaj individëve, shoqërive, kafshëve dhe sulme të ndryshme terroriste. Pra nuk është një periudhë e thjeshtë dhe unë gjithmonë ndaj shoqërinë, ndaj individin dhe ndaj edhe politikat e ndryshme që ndiqen apo se si ndikohet natyra. Kjo është një hënë e re e cila i përmbledh të gjitha këto. Kjo periudhë ku po jetojmë, nuk po them thjesht për këtë hënë të re, po përmbledh si periudhë që po jetojmë në këto momente, është një periudhë në të cilën ne duhet të shikojmë përtej perdes, ose më them përtej teatrit që po luhet në këto momente. Nuk po them që është i parëndësishëm, normale që lufta është diçka që bën zë dhe po vras njerëz, po vdesin njerëz, është reale. Por mbrapa skene po ndodhen dhe gjëra shumë të rëndësishme. Në këto momente kemi miratime e disa ligjeve, po flas në botë, nuk po flas vetëm në Shqipëri, të cilat janë vërtet kundër njerëzimit. Dhe ndërkohë që ne humbasim kohë duke u grindur me njëri tjetrin, se kush fitoi më shumë lek apo se kush humbi më ku diun se çfarë. Mbrapa skene po ndodhen vërtet lëre shumë të shëmtuara, po e them në këtë mënyrë. Okej, nuk po e zjas shumë në këtë pikë. Gjë që duhet të kemi pak më tepër rëndësi, ose më të themi në lidhje me ngjarjet natyrore që mund të ndodhin që se periudhe janë zjarre normalisht sepse kemi rritjen e temperaturave, por gjatë një jave në vazhdim, ose më të themi deri në datën 7, do të kemi një uran i cili do të vendosur tek grada e fundit e demit dhe kjo faktikisht mbi të gjitha është edhe gjë se hënë të re do të jetë aty. Kjo mund të thot edhe përmbytje, mund të thot edhe shire shumë të mëdha, të cilat krijojnë përmbytje. Pra, ose mund të kemi shpërtimet e vulkaneve, të njëjtën kohë mund të kemi edhe zjarre shumë të mëdha. Dhe një temë tjetër që është shumë e rëndësishme është edhe përdorimi i gazit lotësiellës. Në këtë moment kemi shumë protesta në të gjithë botën. Dhe si përmbledhje të gjitha këtyre, mund të them këtë si gjë, duke qenë se është individët të cilët janë në udhëheqje, mund të kenë gjatë kësaj periudhe kanë pasur goxha një ego, ose më themi kemi vënë re një luftë shumë të madhe egosh. Në momentin që nuk i delet tyrja, mundet edhe të kthehen në anën e errët, pra që është Jupiteri ose Zeusi. Dhe të bëhen adoleshent, pra të bullizojnë të gjithë botën. Në ato momente, për shembull, mund të vëmë re edhe përdorimin e gazit lotësiellës tek ata që protestojnë edhe të tjerë. Jemi në një fazë shumë të vështirë, por tani do të kaloj tek shenjat pas pak, domethënë, dhe mënyra si do të ndihet tek individi është shumë ndryshe nga mënyra se si do ndihet në shoqëri dhe në natyrë. Ka një ndryshim vërtet shumë të madh. Ndërkohë që në natyrë dhe në shoqëri kanë ndikime në përgjithësi shumë të vështira, edhe pse përfundimi i këtyre, se më të themi, në qoftë se ne të gjithë si shoqëri zgjedhim rrugën e duhur, pra zgjedhim dëmshmërinë që të shërbejmë njëri tjetrit, do të ketë një përfundim vërtet shumë pozitiv. Pra, jemi të ndarë në dy rrugë. Përfundimi do të jetë gjithmonë i mirë. Është thjesht domethënë se sa do zgjatet rruga,
po e them në këtë mënyrë, përfundimi është gjithmonë i mirë, sepse asnjë gjë në sistem nuk ndodh për të keqen tonë, por do të varet se sa do zgjatet rruga. Pra, në këtë moment ne si njerëzim do të përcaktojmë pikërisht sa do të zgjasim rrugën tonë drejt parajsës, pra. Ose do ta përjetojmë në të jetë, ose do lejojmë që të ndodhi kjo që po ndodh. Atëherë, a do të ruhet kjo video? Po, kjo video do të ruhet. Mund ta gjeni te kanali im i YouTube-it, do ta vej sot ose nesër në mëngjes. Fokuso pak te lufta, kemi interes, a do jetë e shkurtër apo dhe e fuqishme. Ajo çfarë po shikojmë tani është thjesht teatr. Është vërtet teatr, domethënë. Ndërkohë që mbrapa skena po ndodhin gjëra shumë më të rëndësishme. Ishte diçka që e thash, kemi përhapjen e kimikateve ose në ajër, që është shumë e rëndësishme, kemi një luftë shumë të madhe egosh, por nga ana tjetër kemi edhe një zhvillim shumë të madh të dualitetit. Pra lufta do të jetë shumë e shkurtër apo e gjatë, kjo është pikërisht në dorën tonë, por mundësia më e madhe është që lufta të mos jetë shumë e gjatë. Nuk mund të lejohet që lufta të jetë e gjatë, ose më të them nuk mund të lejohet që lufta të tejkalojë disa norma, sepse në momentin që ne përdorim armët nukleare, bota bëhet e pabanueshme. Patën në disa iniciativa për të shkuar në Mars, siç e dini dhe ju, por këto rezultuan të pafrutshme. Është e pamundur që ne të shkojmë në Mars në këto momente, po e them në këtë mënyrë, në momentin që ne nuk përmirësojmë ose nuk sillemi mirë me veten tonë dhe me planetin tonë. Për është diçka që nuk lejohet, sistemi nuk lejon diçka të tillë. Ne duhet të jemi të aftë njerëz që të dalim për zot egos tonë, të dalim për zot vetes tonë dhe pastaj të lejojmë që të shkojmë në tutje. Është më se logjikshme, domethënë, asnjë gjë në univers nuk ekziston vetëm, pra toka nuk mund të jetë vetëm. Është pjesë e diçkaje më të madhe dhe në momentin që ne nuk dim se si të sillemi me veten tonë, nuk mund të lejohemi që të shkojmë në tutje. Prandaj edhe kjo jep edhe përgjigjen që a do të vazhdoj lufta? Po, lufta do të vazhdoj, ose më të themi teatri që po shikoni tani, po do të vazhdoj. Këshilla ime do të ishte për të gjithë që në vend që të fokusoheni tek lajmet që janë për luftën, që janë për anët negative, që nuk po them që mos i shikoni fare sepse duhet jemi të informuar të gjithë, por do të këshilloj që të ecni disa hapa mbrapa dhe që të mundoheni që të shikoni fotografinë e plot, siç e thash, në këto momente të gjitha po bëhen marrëveshje shumë të mëdha midis shteteve. Mua gjëra që më bëri më tepër përshtypje, po daj pak jashtë teme, por ishte shumë interesante. Gjëja që më bëri më tepër përshtypje ishte që në Kinë është zhvilluar teknologjia që të rregullohet faktikisht klima, që të ulet në disa gradë. Dhe kjo është diçka që dihet. Bile është që nga një degë që u studiu ka në universitet. Por ne nuk dim gjë për këtë. Gjithë pjesa perëndimore nuk di gjë për këtë. Ndërkohë që ne vazhdojmë që të bërtasim që duhet të mbrojmë detat tona, se duhet të mbrojmë sepse po ndryshon klima e të tjerë. Faktikisht ne pas kemi, si njerëzim, pas kemi teknologjinë për të rregulluar sipas çefit ton. Por në vend që të fokusohemi tek kjo, që ta shpërndajmë në të gjithë botën, ne fokusohemi se ku ka më tepër gaz apo se ku ka më tepër kështu, dhe vazhdojmë dhe fokusohemi tek lufta ose tek gjërat të cilat faktikisht na ndalojnë edhe të përparimin tonë. Nuk e përmblodha do siç duhet, por ajo çfarë do të them është kjo, që në këto momente ka dhe lajme në lidhje me disa evolime që kanë vërtet shumë rëndësi. Këshilla ime do të ishte që të mos fokusohemi vetëm tek një gjë, qoftë e mirë apo qoftë e keqe, po të mundohemi që ta shikojmë fotografinë të plotë. Kjo është e vetmja mënyrë që ne të mund të jemi më të evoluar ose të evoluojmë kompleksisht si njerëzim, domethënë. Sepse në momentin që fokusohemi, qoftë edhe gjëja më e mirë në botë, domethënë, prapë ngelemi të mangët. Po e them edhe këtë, duke qenë se ka shumë ndikim tek momenti aktual. Me kalimin e Neptunit tek shenja e Dashit, faktikisht shënoi edhe periudhën e fillimit të luftrave, sepse Neptuni është në të vërtetë planeti që përfaqëson shoqërinë.
dhe na nxit ne të gjithëve që të jemi pjesë e saj. Por shenja e dashit është shenja ku fillon identiteti jonë, themi unë për herë të parë. Prandaj dhe kur një planet si Neptuni kalon tek shenja e dashit, del më tepër në pa edhe individi, ose më të themi, ngelemi midis dy rrugëve që do zgjidhim unë, vetë si individ do zhvillojmë vetëm unë, apo do bëjmë pjesë e shoqërisë, pra. Do vazhdoj që të jem pjesë e shoqërisë, po e them në këtë mënyrë. Kjo është edhe arsyeja që gjithmonë, domethënë në gjithë historinë e njerëzimit, kur Neptuni është vendosur tek shenja e dashit, janë shtuar shumë luftrat, sepse kemi pasur dalje në skenë të egoizmit, të egos pra, të individit, të njeriut. Kjo është një nga periudhat që po jetojmë tani, pak më tepër që është edhe në këto momente i njëjti Neptun në kënd negativ edhe me Jupiterin. Kjo është një nga ndikimet më të rëndësishme dhe tek sehanet të re. Prandaj thash që është edhe fillimi i ciklit të ri. Prandaj do zgjidhim egoizmin, pra vazhdojmë që të jemi unë i të gjitha, apo do bëjmë pjesë dhe do ndihmojmë dhe të tjerë, shtesim të gjithë së bashku. Pra kjo është pikpyetja më e madhe. Po do zgjedhim të jemi interesaxhi, ose domethënë të shkojmë vetëm interesin ton, apo do zgjedhim dëmshurinë dhe dashurinë edhe ndaj të tjerëve, edhe ndaj vetes. Është një gjë shumë e rëndësishme, faktikisht, më duket idiotësia më e madhe, domethënë ti je egoist në botën ku jetojmë, më duket idiotësia më e madhe. Në momentin që ti mundohesh që ti bësh keq të tjerëve ose shikon vetëm interesin tënd, faktikisht humbet. Sepse ke nevojë edhe për një njeri që do bëj bukë, ke nevojë edhe një njeri që do bëj rroba, ke nevojë edhe për një njeri që do kujdeset për rendin edhe tjerë. Pra ne jemi pjesë e shoqërisë. Nuk mund të shikosh vetëm interesin tënd. Ti mund të jesh shumë mirë, por në momentin që gjithë të tjerët janë keq, automatikisht do jesh në një vend ku nuk ka as bukë, as mbrojtje, as gjë. Prandaj në mënyrë që ti të shikosh interesin tënd, faktikisht duhet të shikosh interesin edhe të tjetrit, ose më them duhet të shikosh në fillim interesin e tjetrit, në mënyrë që të fitosh dhe vetë. E ktheva në mësim filozofie, ju kërkoj ndjes, po me sa duket pas kam qenë çike mbushur. Okej, tani po futem menjëherë tek ndikimet që kemi tek shenjat. Shenja e dashit. Shenja e dashit nga kjo hanë e re do të ketë ndikimi kryesor, do të jetë shtëpia, familja dhe krijimi i ri i një cikli, ose krijimi i një cikli të ri pikërisht këtu. Për shenjën e dashit do të kemi mbarimin e periudhës ku mund të ketë pasur vështirësi në këto lloj marrëdhënies, pra në marrëdhëniet që ka me familjarët e tij, në marrëdhëniet që ka ose probleme që mund të ketë brenda shtëpisë, nëse kanë dashur që të bëjmë me shtëpi dhe ka qenë e pamundur për ta, është periudha ose më thënë është fillimi i një periudhe shumë pozitive për këtë. Duke qenë se edhe Jupiter do të zmadhojë gjithçka këtu, mund të kemi kjo mund të thotë martesë, mund të thotë blerjen e shtëpisë, mund të thotë të bëhen me fëmijë. Pra është zgjerim shumë i madh dhe mbi të gjitha është domethënë edhe Jupiteri, edhe dielli, edhe hëna që ndodhen pikërisht tek shenja e gaforës do të jenë në yje shumë pozitive, pra do të sjellin shumë pozitivitet në jetën e tyre. Kjo do të krijojë një mërqenie vërtet shumë të madhe, stabilitet shumë të madh. Dhe mbi të gjitha shërimin e të gjitha plagëve që mund të kenë ardhur nga fëmijëria. Është një hënë e re e cila do të ketë faktikisht, ose më themi dielli dhe hëna do të kenë një kënd negativ me Saturnin dhe me Neptunin që ndodhen tek shenja e dashit. Por kjo në këtë rast nuk është domethënë diçka, ose më them nuk është vetëm diçka negative, është vetëm se duhet të marrin masa. Masa vetëm që duhet të marrin në këto momente është të jenë të përgjegjshëm për çdo gjë që bëjnë, dhe tjetra është që të mundohen që të kuptojnë se cila është gjëra që atyre ju shërben. Në këtë rast ajo çfarë shërben është që ti shërben familjes ose të shërben të përkujdesen, më mirë të themi, për familjarët e tyre dhe për banesën e tyre dhe për gjë materiale për ku jetojnë. Kjo në këtë rast do të bëjë vërtet shumë mirë. Në lidhje me çështjet sentimentale, në këtë periudhë për shenjën e dashit është një periudhë pozitive, mund të kemi krijimin e lidhjeve të reja,
Rregullimin e dukshëm të marrëdhënieve aktuale, bile do të duhet të them edhe shërimi. Është një temë në të cilën është shumë interesante. Këtë prandaj po nënvizoj. Në qoftë se ka persona që janë tek shenjë-dashje dhe kanë dashur të bëjnë me fëmijë por nuk kanë mundur, mund të kenë pasur probleme fizike. Është e vlefshme më tepër për ata që janë me ascendentin tek shenjë-dashjet, por edhe ata që kanë lindur në këtë shenjë përfshihen, edhe pse pak më pak ndoshta. Gjithsesi, mund të shërojnë, mund të gjenë kura në lidhje me këto. Dhe ajo çfarë do t'i këshilloja më tepër është që të drejtohen te kurat alternative. Pra, përpara se të të bëni in vitro, duke qenë se për femrat për flas gjithmonë, duke qenë se merrni shumë hormone, do t'i këshilloja si fillim ta provoni me kurat tradicionale ose me kurat pak më natyrale. Pra, gjithsesi, mund ta them në këtë mënyrë që kurat do të vinë pak a shumë vetë. Kjo është një ndër ndikimet më interesante që kishte, prandaj dëshirova që të ndaloja pak këtu. Ndërkohë që drejtuesi tyre do të jetë tek shenja e virgjëreshës, prandaj dhe janë shumë më tepër efikas, por nga ana tjetër, për shenjën e dashjet mund të jenë pak shumë kritikues, sidomos ndaj punës që ata kanë për të bërë, mund të ankohen pak më tepër se ç'nevojitet. Në këtë moment do të këshilloja që të përzidhin mirë se si e bënin punën e tyre dhe çfarë pune po bëjnë. Kjo do t'i bëjë ata që të ulin pak dozën edhe të, le ta themi, të ankesave dhe të bien shumë më tepër efikas dhe më praktik në punën që bën. Automatikisht do të sjellë një rritje të madhe materiale në karrierë etj. Pra, në përgjithësi për individin, siç e thash, është një hënare shumë pozitive dhe krijimin e një cikli të ri. Cikli që, ose më themi, pika ku do të prekët më tepër shenjë-dashjet për i përsëris, është që është familja, është shtëpia, banesa. Pra kjo është cikli i ri në jetën e tyre, mund të martohen, mund të bëjnë me fëmijë dhe kemi krijimin në përgjithësi të një harmonie brenda shtëpisë dhe brenda familjes. Okej. Po kaloj tek shenja e Demit. Përshëndetje të gjithëve që erdhët tani. Shenja e Demit në të vërtetë ka ndikim shumë pozitiv. Ndikimi më i madh pozitiv i shenjës së Demit është vendosja e Jupiterit tek shenja e Gafores. Ky i sjell atyre një, le të themi këtë mënyrë, ushqen shumë. Pra toka në këtë rast i merr të gjitha ato çdo gjë që është e nevojshme dhe automatikisht rrit çdo ushqim të cilin ata kanë nevojë, shton pjellorinë e tyre, shton begatinë e tyre, mirëqenien e tyre. Duke qenë se Venusi ndodhet tek shenja e Demit në këto momente, kjo do të thënë edhe në anën e tyre materiale, do të thënë edhe në anën e tyre morale dhe në jetën e tyre sentimentale. Pra gjithçka shtohet. Marsi tash më ka kaluar tek shenja e virgjëreshës, që do më thënë edhe fillimet të reja në jetën e tyre sentimentale. Është një, ose më themi, shtimin edhe të pasionit në lidhjet e tyre aktuale. Është një vendosje vërtet shumë pozitive, në kushti, ose s'mund të them që është një kusht shumë i madh, por është thjesht duhet të punojmë pak më tepër logjik, ose duhet të punojmë pak në mënyrë që të krijojmë një lidhje shumë më pozitive, por kjo është e vlefshme për gjithmonë, ndërkohë që në këto momente do të shikojnë rezultate të menjëhershme, pra është diçka pozitive. Për shenjën e Demit do të kemi udhëtime të shumta dhe udhëtimet në këtë rast do të bëjnë vërtet shumë mirë, rregullimin e marrëdhënieve që ka me vëllezërit me motrat e tyre dhe do të kemi edhe një do të mësojnë shumë. Komunikimi do të jetë shumë herë më pozitiv. Nëpërmjet këtij komunikimi do të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe dhe të anës së tyre materiale. Ndërkohë që në këtë moment Urani ndodhet tek shtëpia e tyre, do të jetë në gradën e fundit të shenjës së Demit. Këshilla do të ishte që ata të cilët kanë predispozitën që të kenë diabet, do t'i këshilloj që të shkonin të bëni kontrollet e nevojshme, sepse që asaj periudhe mund të dalin më tepër në sipërfaqe, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për personat që kanë tiroid. Okej. Për temën e di që keni gjithmonë dëshirë ose më thënë më pyesni edhe në lidhje me karrierën. Nuk është e vlefshme vetëm për shenjën e Demit, është e vlefshme për të gjitha shenjat. Që asaj periudhe është një periudhë pune, deri në 7 gusht do të jetë periudhë pune, është për të gjitha shenjat, dhe çdo punë që bëjmë.
domethënë sa më tepër që mundohemi ose më themi fokusohemi tek puna jon, aq më tepër rezultate pozitive do të bëjmë. Pra, është një periudhë që edhe pse mund të lodhemi pak, në të vërtetë mund na shpërblet vërtet shumë. Përshëndetja e dimit është edhe më e vlefshme sepse do të kemi një rritje në efikasitetin e punës që ata bëjnë. Njëjtë është dhe për dashin, por për shëndetin mund ta them në këtë mënyrë që do të kenë dhe fat, plus domethënë. Nëse bëjnë një do të shtohet, do të vi 10, 20. Dhe po kaloj tek shenja e binjakëve. Jam e lumtur të them që shenja e binjakëve do të ndikohet shumë pozitivisht. Vërtet shumë pozitivisht. Periudha ku kishim sfida për shenjën e binjakëve tashmë ka mbaruar. E pata premtuar që deri në datën 11 ishte dhe ishte vërtet e tillë. Asnjë gjë nuk mbaron brenda ditës, që normalisht kjo vjen gradualisht më të themi. Do të kemi kalimin e uranit tek shenja e tyre dhe kjo do më thënë po e them në këtë mënyrë, do rritet elektriciteti komplet, ose do marrin një super energji. Kjo do të jetë në korik për momentin. Tani kemi një super energji në subkonsciencën e tyre, të cilën nëse e drejtoni siç duhet, do të ndihmojë ata që të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje është në përgjithësi në lidhje me vlerat materiale, morale. Ata vetë do të kenë një vetvlerësim shumë më të lartë. Do të jetë kjo hënë e re paralajmëruesi i një periudhe vërtet shumë të begatë. Shumë të begatë, edhe nga ana materiale dhe nga ana shpirtërore, po ashtu edhe në lidhje me anën e tyre sentimentale. Duke qenë se kemi pasur një periudhë ku mund të kemi qenë të lodhur në të gjitha këto fusha dhe pak më tepër edhe në lidhje me shëndetin, kjo hënë e re shënon mbarimin e kësaj periudhe dhe fillimin e një cikli vërtet të ri dhe pozitiv. Ku do të kemi tashmë fillimin e një periudhe ku ata mund të fitojnë shumë para, do të vlerësohen shumë herë më tepër për punën që kanë bërë dhe deri tani, do të bëhen specialist, ose më them do shkëlqejnë si specialist të fushës së tyre, çfarë do lloj karriere që ata kanë. Nga ana tjetër do të kemi fillime të reja vërtet shumë pozitive në jetën e tyre sentimentale. Do të kemi zgjerimin edhe të mirëqenies, kjo mund të thotë edhe automatikisht edhe kalimin në një shtëpi të re, ose mund të kemi edhe komplet fillimin e një mënyre jetese të re për ta. Për shenjën e binjakëve ka shumë rëndësi në këto momente që të përzgjedhin mirë hapat që ta hedhin, në mënyrë ta mund ta përdorin këtë periudhë në maksimumin e saj, pra në mënyrë më optimale. Është pjesa më e rëndësishme për shenjën e binjakëve. Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Arsye që është shumë e rëndësishëm komunikimi në këtë moment është se është shërues. Pra çdo gjë që ne themi, çdo gjë që mendojmë, çdo gjë, mënyra se si i bëjmë gjërat, ka një efekt shërues në jetën tonë. Kjo do të thënë që nëse kemi një problem ose nëse kemi një situatë apo një marrëdhënie e cila është problematike në jetën tonë, është momenti i dur që të komunikojmë, pra të flasim dhe të mund ta zgjidhim këtë lloj problemesh. Mund të jetë në çdo fushë të jetës tonë, nuk ka asnjë përcaktim, por më tepër mund të jetë brenda familjes. Pra, nëse kemi probleme me një familjar tonë, atëherë kjo mund të jetë edhe më e thjeshtë për të zgjidhur, por që në të gjitha fushat e jetës është e vlefshme. Dhe gaforja. Gaforja është normalisht karakteri kryesor, duke qenë se kjo hënë e re do të ndodhi tek shenja e saj. Dhe mbi të gjitha tek shenja e gaforës do të kemi të vendosur Jupiterin, përveç hënës dhe diell do të kemi të vendosur dhe Mërkurin. Ajo çfarë thash tek shenja e binjakëve që mënyra e komunikimit të tyre do të shërojë është e vlefshme shumë edhe për shenjën e gaforës. Por për shenjën e gaforës do të vëmë re dhe një përqasje, ose më themi njerëzit që kemi rreth rrotull mund të na ofrojnë shumë ndihmë. Mund të marrim mbrapsht çdo gjë të mirë që kemi bërë deri tani. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për gjërat negative, sepse është çfarë kemi lëshuar në univers ai do na kthehet mbrapa, por në përgjithësi duke qenë se kjo është një hënë e re pozitive, për shenjën e gaforës do të kemi zhvillime pozitive, por do të marrim mbrapsht çdo të mirë që ka bërë deri tani. Jo ndoshta nga personi që ka bërë, por do të vinë nga sistemi në një mënyrë ose në një tjetër. Pra, do të kemi një zgjerim të dukshëm ose një rregullim të dukshëm të mirëqenies së tyre. Për shenjën e gaforës, po e them në këtë mënyrë,
Në qoftë se nuk janë në një lidhje të shëndetshme, lidhja e tyre aktuale ose do të mbarojë ose do të shndërrohet në një lidhje të shëndetshme, por do të gjejnë një mënyrë komunikimi që i shërben të dy palëve. Në qoftë se nuk fitojnë para sa duhet, do të fillojnë të fitojnë para sa duhet. Në qoftë se kanë një jetë e cila nuk i bën të lumtur, do të fillojnë që të kenë një jetë që i bën të lumtur. Në qoftë se kanë probleme tek banesat e tyre, do të gjejnë një banesë të re, mund të blenë bile një shtëpi të re, mund të vi kështu shumë papritur. Nga ana tjetër, mund të rregullojnë të gjitha problemet që kanë brenda familjes, në lidhje me punën, karriera sidomos. Duke qenë se deri në këto momente mund t'i kenë mbajtur mbrapa persona, individa që i kanë punuar mbrapa krave dhe i kanë qeshur në fytyrë, tashmë të gjitha këto do dalin në sipërfaqe ose kanë dalë në sipërfaqe, janë spastruar dhe do të kemi fillim në një cikli të ri. Ku shenja e gaforës do të marrin vërtet atë që meriton. Pra, është shenja e cila vërtet do të ndikohet më pozitivisht nga të gjitha shenjat e tjera, sepse është edhe shenja e cila u stërmundua shumë, ndërkohë që Jupiteri ndodhet tek shenja e binjakëve dhe ndërkohë që Plutoni ndodhet tek shenja e Bricjapit. Okej, ka një periudhë që ka mbaruar, por asnjë gjë nuk ndodh, domethënë menjëherë ndodh për një arsye, dhe arsyeja që në këto momente po zmadhohen anën pozitive është sepse ka vojtur shumë deri tani. Pas kësaj, mund të themi që data 25 qershor 2025 për të gjithë ata që janë tek shenja e Gaforës, qoftë me ascendent, qoftë ata që kanë diellin këtu, do të thotë starti i ri, pra fillimi i një jete të re. Ky është, do të thotë, gjithmonë para dhe pas kësaj, pra hera e Gaforës fillon tani. Okej. Nëse Gafori ka bërë të gjitha këto kundër shenje tjetër, nuk e kuptoj. Nëse Gafori ka bërë keq një shenje tjetër, do të thuash. Andja? Okej. Ka folur keq katërator. E thash atë. Domethënë, nëse ka bërë keq të tjerëve, do e kthehet keq. Këtë e thashë në fillim, domethënë. Nëse ka bërë keq, do marr keq. Është 100% e sigurt, domethënë. Bile 10 fish, 20 fish. Këtë do dallohet, pra, faktikisht e thashë të përgjithshme që njerëzit që kanë bërë keq do marrin keq, njerëzit që kanë bërë mirë do marrin mirë, pra është. Pra ata që kanë Gaforë në jetën e tyre, mund t'i dallojnë shumë mirë, domethënë. Secilat janë Gaforë që deri tani janë sjellë mirë, kanë qenë çuna apo goca të mira, dhe cilat kanë qenë çuna apo goca të këqij. Okej. Pas një pushimi të vogël, Gaforja të ka tradhtuar. Do tradhtohet me shumicë, mos e vrimedi. Unë jam vetë Gafore, domethënë, po. Nëse kam bërë keq, e meriton. Nuk jam. Nuk kam, domethënë, së vërtet që çdo gjë që kemi bërë deri në këtë moment do na shpërblet. Në për mirë apo për keq? Okej, po vazhdoj me Luanin. Po më për shumë kohë. Shenja e Luanit është, po e them në këtë mënyrë, duke qenë se kjo hënë e re, sidomos ata që janë me ascendentin tek shenja e Luanit, do të ndodhet tek shtëpia e tyre 12, kjo domethënë do të ndodhet tek një pjesë ku ata nuk janë shumë të vetëdijshëm. Dhe kjo do të thotë që do të nxjerrin në skenë çdo gjë që është bërë mbrapa krave, çdo situatë të fshehur, çdo gjë që ata vetë ndoshta nuk kanë dashur që të përballen. Duke qenë se ndikimi i kësaj hëne të re
për individin, po e analizoj, është shumë pozitive, por shenja e luanit, kjo do të thotë që do të dalin në skenë në mënyrë që ata të përballen, ose në disa raste duke qenë se jo gjithçka që ne kemi mbajtur të fshehur është negative, është thjesht diçka që nuk kemi pasur fuqi ose mundësi që të përballemi në ato momente, ose që të gjejmë zgjidhje në ato momente, ndërkohë që tashmë jemi më të aftë për të gjetur zgjidhje, për të pranuar, për të bërë pjesë e jetës tonë, dhe automatikisht do të na ndihmojë që të kemi dhe një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje shumë e madhe do të vinë në përgjithësi në jetën e tyre materiale, ose më themi në anën e tyre materiale, duke qenë se Marsi në këto momente ndodhet tek shtëpia e tyre e dytë. Përsëris, ata që më ascendentin tek shenja e luan do ta ndjejnë edhe më tepër të sindikim, dhe kjo do me thënë edhe një rritje vërtet shumë e madhe e anës tyre materiale. Të gjitha ata persona që punojnë në vende të cilat kanë të bëjnë me vendet e mbyllura, këtu do të thotë edhe spitalet, apo them në këtë mënyrë, edhe gjëra të cilat kanë të bëjnë me okultizmin, apo që kanë të bëjnë me shëndetin, që kanë të bëjnë me në disa raste edhe me burgje, do thonë shlitje kap, por çdo që është e mbyllur, pra, ose administratat të cilat në spitale, burgje, nuk po zgjasim tepër. Këta janë personat të cilët mund të kenë fitime edhe më të mëdha materiale. Kjo mund të thonë vi edhe nga organizatat të cilat janë të fshehura, të cilët nuk dalin në sipërfaqe, por që punojnë për ndihmën dhe për të ndihmuar të tjerët, të cilat janë pa emër pak a shumë. Këta janë personat të cilët mund të kenë përfitime edhe më të mëdha nga ana materiale që janë. Për shenja e luanit do të jemi tashmë në një periudhë ku ata janë vërtet lidera, por kjo nuk vjen pa pasoja, pra duke qenë se do të dalin shumë në skenë, në disa raste mund të bien prej edhe individëve ose personave, shoqatave, më të themi, grupimeve, të cilat nuk janë shumë pozitive ose mund të punojnë për anën negative të njerëzimit. Në këtë rast, për shenjën e luanit do t'i këshilloja që të marrin masa për të mbrojtur veten e tyre. Çfarë do të them me këtë? Në qoftë se bëjmë diçka, qoftë e mirë, pra, do t'i këshilloja që të kemi mbrojtje nga mbrapa, pra mbrojtjen e shtetit, mbrojtjen e individëve të caktuarit të tjerë, ose t'i bëjmë gjërat hapur, komplet, domethënë, kjo është e vetmja mënyrë që të mund të mbrojmë veten tonë. Kjo është pak a shumë diçka, po e them në këtë mënyrë, është diçka domethënë që nuk mund të jetë për të gjithë ata që janë tek shenja e luanit, por ka shumë persona të cilët mund të preken gjithsesi. Prandaj po vazhdoj tek pjesa tjetër. Në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me familjen, duke qenë se tema kryesore për të gjitha shenjat është tematikat familjare, mund të kemi dalin në skenë të temave të cilat kanë qenë të fshehura, që kanë të bëjnë, që mund të kenë qenë të fshehura nga fëmijët e tyre, kjo mund të thotë edhe dalin në skenë të sekreteve, që kanë të bëjnë me familjen e tyre, sekretet të cilat ata ndoshta nuk janë të gatshëm që t'i bëjnë të ditura në publikut. Këto do të jenë tematikat kryesore për shenjën e luanit në këto momente. Por nga ana tjetër do të kemi edhe përmirësime të dukshme të marrëdhënieve me familjarët e tyre, sepse do të bashkohen, pra, nga këto lloj temash mund të bashkohen edhe më tepër, por shenja e luanit është periudha e fundit ku ata mund të heqin dorë nga egoja dhe të bashkohen, ose më themi të përdorin dëmshurinë, të jenë më të ndërgjegjshëm dhe veprimeve që kanë bërë deri tani. Kjo automatikisht domethënë do t'i ndaj personat në dy, të gjithë ata që janë tek shenja e luanit, ata të cilët zgjedhin që të jenë të ndërgjegjshëm te veprimeve që kanë bërë, që mbajnë përgjegjësi dhe rregullojnë marrëdhëniet që kanë me familjen, me njerëzit që kanë rreth tyre, po në përgjithësi fokusi kryesor do të jetë tek familja, ndërkohë edhe ata të tjerë të cilët nuk zgjedhin që të jenë të ndërgjegjshëm, vazhdojnë që të bien për egos të tyre, për ta do të kemi një humbje shumë të madhe. Sidomos mund të vëmë re edhe prishjen komplet të familjeve, mund të kemi ndarjen nga partnerët e të tjerë. Në të kundërt, ata të cilët zgjedhin që të jenë të ndërgjegjshëm, do të kemi vërtet komplet të kundërtën. Do të kemi rregullimin e marrëdhënieve që kanë në çift. Do të kemi fillimin e një jete të re. Rregullimin e çështjeve tematikave që kanë të bëjnë me probleme shëndetësore, psikologjike dhe fizike. Nga ana tjetër do të kemi një rritje shumë të madhe në vlerë, kjo do të shpirë ata që të kenë të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Do të marrë një ndihmë shumë të madhe edhe nga njerëzit që kanë rreth tyre.
Edhe shenja luanet është do dallohet direkt, domethënë pak a shumë se cilat zgjidhje që kanë bërë. Pra, nëse janë duan që të jenë të ndërgjegjshëm, kanë marrë përgjegjësi për veprimet e tyre të gabuar deri tani apo jo. Kemi një shërim të dukshëm për shenjën e luanet në lidhje me botën e tyre të brendshme ose në lidhje me karmat, nëse po e them në këtë mënyrë, karmat që kanë ardhur nga fisi, në qoftë se bëjnë zgjedhjen e duhur. Dhe Virgjëresha. Virgjëresha është shenja që do të ketë një ndikim shumë fantastik. Ndikimi më i lezetshëm që ka Virgjëresha është realizimi i ëndrave, smadhimi, fokusimi pikërisht tek këtu, arritja e qëllimit që ata kanë në jetë. Do të kemi një zgjerim shumë të madh në shoqëri. Do të bjerë në sy, do të shkëlqejmë për të themi në shoqëri, në shenjë e Virgjëreshës. Do të kemi ngranimin e tyre në jetën sociale në shoqata të ndryshme, mund të marrin pjesë e organizatave të fshehura që kanë të bëjnë për shumë si masonët, po e them duke qenë se ose organizatave të tilla, domethënë që faktikisht punojnë për të mirën e njerëzimit, por janë të fshehura që nuk është se dalin shumë sipërfaqe. Dhe mbi të gjitha mund të kemi dhe njohjen e personit të jetës së tyre. Është ndikimi më fantastik, kjo është më tepër e vlefshme për femrat, për meshkujt është për mirë keq po jo them, po për femrat është më tepër e vlefshme, pra gjithë ato që janë tek shenja e Virgjëreshës, ascendenti të më ka më tepër efikasitet, por data që janë të lindur të kjo shenjë, mund të kemi, futemi tashmë në një periudhë të tillë. Arsyeja është se do të shërojnë atë pjesë, domethënë kushtëzimet që mund të kenë pasur, në disa raste edhe traumat që mund të kenë ngelur nga e shkuara, pra në lidhje me marrëdhëniet me lidhjen, nga kjo hënë e re do të shërohet dhe do të futem në një fazë vërtet shumë më pozitive. Mbi të gjitha, duke qenë se edhe Marsi, i cili ndodhet aktualisht tek shenjat e tyre, do të jetë në kënd pozitiv me këtë hënë të plot, me këtë hënë të re, për shenjën e Virgjëreshës, kjo do të thënë që ata vetë janë shumë më tepër aktiv, po aktiv në mënyrë pozitive, pra bëjnë punët me efikasitet. Dhe kjo automatikisht çfarë sjell? Të ardhur materiale shumë të mira. Jam shumë e lumtur që them këtë prandaj, po them me entuziazëm. Okej. Shenja e Virgjëreshës, pra në përgjithësi ka ndikime pozitive, cila është pika ku duhet jemi të kujdesshëm, se gjithmonë ka diçka të tillë. Për shenjën e Virgjëreshës, pika ku duhet jemi të kujdesshëm është mund të jemi pak më të hapur ndaj incidenteve. Pse e them në këtë mënyrë? Mund të jemi pak më të hapur ndaj incidenteve në vendin tonë të punës. Pra, nëse bëjmë një punë e cila është më e prirur ose ka më tepër mundësi që të plagosemi të tjerë, do t'i këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm dhe në mënyrën se si komunikojmë me kolegët, jo me prorë, por me kolegët tanë, sepse kjo mund të bëhet pak problematike. Okej, dhe peshorja. Një hënë e re tek shenja e Gaforës për peshorin, domethënë fillimi i një periudhe të re në karrierën e tyre dhe në vendin që ata kanë autoritetin, me të themi që ata kanë në shoqëri. Një kërkoj ndjes, kam kaluar një orë. Ok. Ok. Kam kaluar një orë, prandaj dhe më erdhi sinjali, mesazhi. Ok, peshorja. Siç e thash, kjo hënë e re, ose më them kur kemi një ndikim kaq të fuqishëm, si hënë e re ose hënë e plot tek shenja e Gaforës, por në shenjën e peshorës domethënë një ndikim vërtet shumë i madh në karrierë dhe në autoritetin që ata kanë ose në pozicionin që ata kanë në shoqëri. Në këtë rast, për shenjën e peshorës do të thotë që do të kemi një rritje në pozitë. Mund të vërtet që mund të keni një sukses shumë të madh në karrierë, mund të shkëlqejnë në një mënyrë ose në një tjetër. Nga ana tjetër, mund të kemi edhe krijimin e një ndoshta firmës së tyre apo biznesit të tyre. Do të kemi rregullimin e dukshëm ose me të themi përmirësimin e anës së tyre materiale, që do të vijë si rezultat i kësaj pune. Në qoftë se janë persona të cilët në një farë mënyre edukojnë masat, për shenjën e peshorës, kjo është një hënë e re e cila domethënë
do të njihet pra për punën që ka bërë deri tani, do të marrë meritat, edhe do të shpërblehet edhe nga ana materiale për punën që ka bërë, pra në mënyrë tjetër. Për shembull, po e them në këtë mënyrë, nëse është profesor dhe ka hedhur një tezë ose ka bërë doktoraturën e vet për një temë të caktuar, kjo tashmë do të njihet nga i gjithë bota dhe do të shpërblehet sepse do të përdoret në fushën që është përkatëse, pra. Është shumë pozitive për përshenjen e peshores. Dhe mbi të gjitha e përmenda disa herë, duke qenë se kemi edhe kënde pozitive të Marsit, i cili në këtë moment ndodhet tek shenja e Ygjëreshës. Kjo përshenje peshores do të jetë edhe më efektive për personat të cilët punojnë në mjeksi. Këta janë personat të cilët mund të shpërblehen edhe më tepër, ose më të them është fusha në të cilën mund të dalin dhe më tepër persona të tillë. Pra, do të kemi një rritje në një përmirësim, më të themi, në mënyrën se si ata veprojnë, në mënyrë se si ata përdorin kohën e tyre, dhe mbi të gjitha do të jenë shumë më të aftë për të perceptuar se ku qëndron problemet që kanë ardhur nga shkura, trauma ndoshta e të tjerë, dhe këto do të rinë që të shërojnë. Kemi një rritje shumë të madhe në anën e tyre materiale, por përshenjen e peshores është vjen me një kusht, duhet të jenë vërtet shumë përzgjedhës me personat të cilët bashkëpunojnë. Duke qenë se kjo hanë e re, për ta domethënë edhe mundësi të pafundme për bashkëpunime, do të hyjnë shumë personat të tillë ose do të kenë propozime të tilla. Duhet të përzgjedhim mirë se cilat janë personat të cilët bashkëpunojnë. Ata që bërtasen shumë nuk janë personat të dur, po jap një tip, domethënë, në lidhje me këtë. Vëzhgojeni mirë, bëni analiza të sakta dhe pyesni. Të gjithë një orë që keni, pyetini, domethënë, në lidhje me këta persona, në mënyrë që të merrni informacionet e sakta. Por në përgjithësi është një ndikim pozitiv. Pra, kemi mundësi shumë të mëdha për rritje, por duhet jemi të aftë për të përzgjedhur. Në qoftë se është një bashkëpunim, ose më them propozim që vjen nga partneri ose bashkëshortja juaj, do t'ju këshilloja që në këto momente ta shtynit. Nuk po them se është negativ propozimi, është thjesht se bashkëpunimi në këto momente mund të mos japë rezultatin që ju dëshironi dhe kjo mund të thotë edhe probleme brenda çiftit. Okej. Dhe jemi te Akrepi. Hëna e re të shenja e Gafores për Akrepin është një ndikim pozitiv. Jo vetëm pse është një tjetër shenjë uji dhe automatikisht ka kënd pozitiv me shenjën e Akrepit, por sepse ka dhe disa kënde pozitive me disa vendosje që janë tek shenja e Akrepit. Kjo do të thotë që, sidomos personat të cilët kanë pasur probleme brenda martesës, të cilët mund të kenë shkëmbyer edhe fjalë disi, të themi, helmuese dhe goxha negative në këto momente, ose mund të kemi pasur ndarje shumë të vështira, për shenjën e Akrepit mund të kemi rregullimin pikërisht të këtyre marrëdhënieve. Ose mund të kemi tashmë mbarimin e periudhës ku ne kishim ngecur aty dhe shërimin e kësaj pjese tonë. Shërimin e këtyre plagëve. Shenja e Akrepit është një nga shenjat e cila do të ketë prioritet më të madh për të rritur në anën e tyre materiale dhe për zhvillimin e tyre, krimin e stabilitetin në jetën e tyre të përgjithshme. Do të ketë zhvillim në mënyrë se si përdorin intelektin e tyre. Do të kemi shumë specializimi, më të themi, në fushat përkatëse, çfarëdo që të jenë. Mund të kemi trajnime të shumta, ose mbarimin e trajnimit dhe përdorimin e tyre në jetën e tyre të përditshme. Nga ana tjetër, problemi që mund të kemi në lidhje me shenjën e Akrepit do të jetë probleme që kanë të bëjnë me, mund të gjejë zgjidhje pikërisht me këto. Çfarë do të them me këtë? Pra, nëse kemi pasur një lidhje problematike dhe nuk ka kaluar dot në atë fazë, mund të kemi krijimin e një familje. Pra, komunikimi i dur do të na shpërndajë në krijimin e një familje, ose për ata të cilët nuk kanë pasur mundësi që të bëjnë fëmijë, kanë pasur një problem për një arsye ose një tjetër, edhe për këtë mund të gjejnë zgjidhje. Kemi shërimin, kurimin e këtyre çështjeve. Probleme që mund të kemi pasur për daljen jashtë shtetit, ponesa me dokumentat apo çështje gjyqësore,
tematika të tilla. Pra, këto do të arrijnë në mbyllje pozitive. Në përgjithësi pra do të zgjidhen këto si probleme dhe mund të kemi dhe udhëtime të shumta. Një të gjë është e vlefshme dhe në lidhje me udhëtime për qef. Pra për shenjën e akrepit, në përgjithësi këto lloj temash do të zgjidhen. Po, dhe është edhe diçka tjetër që është shumë pozitive për ta, duke qenë se Marsi është një nga drejtuesit e tyre dhe ndodhet tek shenja e Virgjëreshës në këto momente, i cili ka dhe një kënd pozitiv akrepit. Kjo do me thënë edhe një aktivizim shumë i madh edhe i jetës së tyre sociale, të gjithë ata që kanë qenë të mbyllur në shtëpi, që nuk kanë dashur që të dalin, ose mund të kenë qenë të zhgënjur nga komplet shoqëria e tyre, prandaj dhe kanë mbajtur vetëm një ose asnjë person jetë në tyre. Kjo është periudha ku do të kemi aktivizim shumë të madh të shoqëria dhe kjo do t'i shpirë ata në mënyrë pothuajse automatike edhe në krijimin e lidhjeve të reja, në një aktivizim shumë të madh në jetën e tyre sentimentale pra, dhe fillimin e lidhjeve të reja. Është një periudhë shumë pozitive, në qoftë se përdoret në mënyrë të tillë. Okej, nuk dëgjohem mirë. Nuk ka pasur ankesa deri tani. Do shta është problemi me ju. Qëse nuk kam se çfarë të bëzërës deri në fund, kështu që... Okej, po kaloj te shenja shigjetarit. Atëherë, duke qenë se karakteri kryesor i faleminderit Afrodita, po, e them më shumë mendoj, se më bëj tepër se një orë pra. Duke qenë se, siç e thash, karakteri kryesor ose ai që do të jetë do të kenë ndikim më të madh te kjo hënëre është Jupiteri, dhe është drejtuesi shenjës së shigjetarit, automatikisht edhe shenja e shigjetarit është një nga shenjat ose më thënë karakteri kryesor i kësaj hëne të re. Hëna e plot që ishte pikërisht tek shenja e tyre, filloi periudhën e spastrimit të jetës tonë. Dhe për shenjën e shigjetarit kjo donte të thoshte edhe spastrimin e çdo gjëje që nuk ishte efikase në jetën e tyre. Kjo hënëre tashmë do të shpirë në një cikël më tek, ose më themi një hap më tutje, që do të thotë, çdo gjë që ka ngelur në jetën e tyre që nuk është e shëndetshme do të vdes. Do të mbarojë. Vdekja është një fjalë shumë e rëndë për shumë njerëz, kurse për mua është thjesht një rilindje. Do të spastrohet gjithçka pra që nuk është pozitive në mënyrë që të kaloj ose më themi të rilind shenja e shigjetarit. Kjo do të vijë nëpërmjet formave të ndryshme, por në përgjithësi do të vijë nëpërmjet bashkëpunimeve. Në qoftë se kemi pasur një periudhë ose një cikël të hapur, një gjyq të hapur në lidhje me ndarjen, pra divorcin, kjo do të mbarojë. Do të mbarojë në mënyrë pozitive, pra në mënyrë pozitive për të dyja palët. Por më tepër për ata që janë tek shenja e shigjetarit, sepse për ta do më thënë mbarimi i periudhës ku ata kanë qenë të varur nga partnerët e tyre, ose kanë qenë të varur nga një temë e caktuar. Dhe do të thotë fillimin e një jete më të shëndetshme dhe më të përshtatshme për ta. Periudha ku ata mund të kenë qenë të mbyllur, ndoshta brenda vetes, një lloj siç ishte te akrepi, por ose që nuk kanë pasur mundësi që të udhëtohen aq sa dëshirojnë ata, tashmë po merr fund. Dhe për shenjën shigjetare do të futem në një fazë ku janë vërtet shumë më tepër aktiv, sidomos në lidhje me karrierën e tyre. Çdo punë që kanë bërë deri tani dhe nuk ka rënë në sy, tashmë do të bjerë në sy. Çdo gjë që ata kanë bërë, çdo të mirë që ata kanë bërë të tjerëve dhe nuk ka rënë në sy, tashmë do të bjerë në sy. Se nëse nuk bie në sy shigjetarit, tashmë do të fillojë që të punojë për veten e tij. Pse? Sepse hëna e plot që ishte tek shenja e tyre, ata i shtyu pikërisht tek kjo si gjë pra. Ose të varur nga prindrit, pak rëndësi ka, kushdo që të jenë pra. Personat që çdo lloj vartësie që ka pasur pra, ndaj individëve, shenja e shigjetarit, tashmë merr fund. Duan apo s'duan ata, dhe do të rilindin si individ të cilët janë të aftë për të ndërtuar një jetë të shëndetshme vetëm. Ka mësuar shumë, domethënë gjatë gjithë kësaj periudhe, një vjeçare më duhet të them që Jupiteri ndodhet tek shenja e binjakëve sepse kishin shumë pengesa. Arsyeja që është kjo është sepse ne duhet të kuptojmë mirë personin përballë, çfarë mendon, si e logjikon gjën personin përballë në mënyrë që të hedhim hapin tonë në bazë të saj, apo jo.
Dhe këtë e ka mësuar tashmë shenja shqyrtare, ka kuptuar se cilat janë personat e dobishëm për ta, situatat e dobishme për ta, dhe kjo hënë e re do të thotë pikërisht përdorimin e gjitha këtyre njohurive, pasi të ketë pastruar jetën e tij nga gjithçka që nuk është e dobishme dhe fillimin e një jete të re, shumë herë më të dobishme. Këtë do ta bëj edhe nëpërmjet bashkëpunimeve të reja. Do të kemi njerëz të rinj që do të hyjnë tashmë në jetën e tyre. Dhe këta njerëz automatikisht do të ndihmojnë ata për të pasur një jetë më të shëndetshme. Mënyrë se si do bëhet kjo është, ose më themi, edhe këta njerëz normalisht do të përzgjidhen, po tashmë shenja shqyrtare di ta bëj shumë mirë këtë gjë. Kemi vendosjen e Saturnit dhe të Neptunit, i cili do të jetë në kënd negativ pikërisht edhe me drejtuesin e tyre dhe me këtë hënë të re tek shenja e Dashit. Dhe kjo do të thonë jeta e tyre sentimentale dhe kreativiteti i tyre mund të jetë pak i sfiduar. Nuk është gjë negative, përkundërzi për mendimin tim, është gjë më pozitive që mund të ndodhë, sepse kjo është do t'i nxjisë shumë më tepër ata që të prodhojnë ide të reja, të cilat do t'i ndihmojnë ata për të pasur një krijimtari më të madhe dhe nga ana tjetër, për të pasur edhe një rritje vërtet shumë të madhe në anën e tyre ekonomike, por më tepër, këtë më duhet të analizojë, do të shkëlqejnë në karrierën e tyre, sepse këtu do të kenë një dinamizëm shumë të madh. Duke qenë se Marsi është i vendosur tek shenja e Virgjeshës, dhe mbi të gjitha ka dhe një kënd pozitiv edhe me drejtuesin e tyre që është Jupiteri. Për shenjën e Shigjettarit më kam pyetur jashtë, ose më themi përpara, më kam pyetur shumë nëse do të ketë lidhje të reja. Për shenjën e Shigjettarit është një periudhë ku ka mundësi shumë të mëdha për të pasur lidhje të reja. Kemi një problem. Problemi më i rëndësishëm është se Neptuni, i cili ndodhet aktualisht tek shenja e Dashit, mund të krijojë atyre një nevojë shumë të madhe për të qenë në lidhje, dhe kjo automatikisht mund të bëjë ata që të zgjidhin personat e gabuar. Kjo është diçka që mund të bëjë ata të krijojnë lidhje të cilat në vend që të heqin dorë nga vartësitë, pra të shtojë edhe më tepër, këtu duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të përgjegjshëm në zgjidhjet që bëjmë. Te Briciapi. Kjo hënë e re ndodh tek shenja e Gaforës që është përballë me shenjën e Briciapit. Qoftë ata që kanë ascendentin tek Briciapi, qoftë ata që janë të lindur, pra kanë diellin në kjo shenjë, do të kenë një ndikim vërtet shumë të madh. Personat të cilët kanë ndikimin edhe më të madh janë automatikisht personat që kanë lindur rreth datës 25 dhjetor. Për ata që kanë të lindur, pra, ose për ata që kanë lindur në drejt fundit të ascendentit, pra të shenjës së Briciapit, pak rëndësika. Si është ky ndikim? Është një ndikim shumë pozitiv. Dhe nga ana tjetër shumë në karrierën e tyre do të kenë hyrje shumë të shpeshta, ose të mëdha në jetën e tyre. Do të kenë një nevojë shumë të madhe për të ndryshuar vendin ku jetojnë, marrëdhëniet e tyre me familjarët e tyre do të jenë shumë dinamike dhe do të përzjeten shumë. Nga ana tjetër, e njëjta që është e vlefshme në lidhje me udhëtimet. Do të kenë propozime pafund ose do të udhëtojnë shumë gjatë periudhës dhe kjo normalisht do t'i lodhë. Por, a është negative? Jo, përkundërzi shumë pozitive. Edhe pse mund të jenë të shpeshta dhe mund të jenë shumë dinamike, në përgjithësi këto dinamika do të jenë pozitive. E vetmja gjë që është kushti për shenjën e Briciapit është egoja në këto momente. Duhet të dalin ballë, pra egos së tyre. Duhet të zgjidhin atë çfarë i shërben shoqërisë, ambientit, familjes së tyre përpara se të mendojnë ose të shikojnë interesin e tyre. Për shenjën e Briciapit, kjo do të jetë edhe më thelluar se për të gjitha shenjat e tjera, duke qenë se Saturni, i cili është drejtuesi i tyre, do të jetë në kënd negativ me këtë hënë të re. Dhe mbi të gjitha në këto momente është edhe në kënd negativ edhe me shenjën e Briciapit. Pra, mund të kemi mund të krijojnë situata të tilla, domethënë që duhet të zgjidhin shumë shpejt dhe mund të zgjidhin edhe gjën e gabuar. Në këto momente ku ne jetojmë, duke qenë se shpërblimi është i menjëhershëm, pra edhe negativ edhe pozitiv, mund të kenë humbje të mëdha në qoftë se zgjidhin interesin e tyre. Në qoftë se mendojmë për të gjithë, automatikisht do të shpërblet vërtet shumë mirë. Kjo do të thotë edhe një rritje shumë e madhe në, ose më themi, krijimi balancave shumë pozitive në shtëpi, brenda shtëpisë, brenda familjes, me partnerët e tyre.
do me thënë martesa. Në më për ata që janë të shenjë e britësjapit, është vërtesë mos ascendentit, do me thënë, martesë është një nga temat kryesore. Kjo është të vlefshme më tepër për femrat. Ato që janë me ascendentit tek shenja e britësjapit dhe janë femër pra, vërtet mund të kemi prezantime me partnerin e ardhshëm, me burrin e ardhshëm, pra ose martesën në këto momente mund të ndodhë kështu më njëherë, papritur, surprizë. Dhe fillimin edhe të familjes dhe linjën e fëmijëve. Janë situata të cilat nuk vinë, le të themi, shumë urtë e butë, siç ishte për shembull tek gaforja, vinë edhe me sfida, prandaj për shenjën e britësjapit mund të bëhen pak të lodhshme dhe është një periudhë vërtet shumë dinamike, por në qoftë se arrin që të përdorin këtë energji që ekziston në këto momente, që në përgjithësi është pozitive për individin, po analizoj, për shenjën e britësjapit do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Në lidhje me partneritetet, dhe këto partneritetet do të shkojnë ata edhe në një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, në stabilizimin e jetës së tyre familjare, dhe kjo automatikisht mund të sjellë edhe të ardhurat të mira materiale. Për shenjën e britësjapit do t'i këshilloj shumë që t'jenë shumë përzgjedhës ndaj shoqërisë në këto momente. Nuk po them që t'i ishni njerëz nga jeta juaj, thjesht mos ju vini shumë veshin njerëzve kur ju japin këshilla, sepse mund mos jenë shumë për të mirën tuaj. Somos ata që bërtasin shumë në këto momente mundon që të vënë larg, që mundon të imponojnë për mendimin e tyre. Okej, dhe ujori. Tani, shenja e ujorit në këto momente është në ndikim shumë të madh nga Plutoni, i cili është në retrograd tek shenja e tyre. Dhe kjo hënë e re do të jetë në këmbë negativ pikërisht me këtë Pluton. Kjo do me thënë të papritura incidente të cilat ndodhin kështu papritur dhe që ata nuk e kanë idenë se nga po ndodh. Por, duke qenë se në përgjithësi energjia e përgjithshme për individin e kësaj hëne të re është pozitive, mund të përdoren në mënyrë pozitive. Ku do të preken, që është pjesa më e rëndësishme, do të preken pikërisht tek jeta e tyre e përditshme, tek rutina, tek puna e tyre, mënyrë se si punojnë, më të themi, dhe tek vendi i tyre punës, marrëdhëniet që kanë me kolegët. Këtu do të kemi fillimin e një cikli të ri, pra mund të kemi zhvendosjen në vendit të punës. Ata vetë mund të kenë një dëshirë shumë të madhe për të ndryshuar pamjen e tyre të jashtme, mënyrë se si veprojnë. Këshillohet shumë për shenjën e ujorit që të fillojnë të kujdesen për shëndetin e tyre, pra të fillojnë të krijojnë rutina të shëndetshme. Kjo do të jetë edhe më efikase në qoftë se ata kujdesen edhe për të ngrënë në mënyrë se si ushqehen, pra, por kujdesen shumë më tepër në lidhje me sistemin e tyre nervor dhe sistemin e tyre imunitar. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, atëherë të gjitha këto të papritura do të arrim që t'i përdorim në mënyrë shumë efikase për të ndërtuar një jetë më të shëndetshme. Këtë do ta vëmë re më tepër pas datës 7 korrik, pra se çfarë kemi bërë, dhe këtë do ta vëmë re më tepër pas datës 7 korrik, por ato rezultatet e parë, ose më të themi, nëse kemi shmangur apo jo, anën negative, do ta vëmë re menjëherë, që është pjesa më e rëndësishme. Këto ndryshime që mund të kemi tek vendi i punës, në përgjithësi do të jenë ndryshime për mirë, do të thotë edhe rregullimin e dukshëm dhe të efikasitetit që ne kemi për punën që bëjmë. Pra, ndërkohë që deri tani mund të kemi punuar me orë të zgjatura dhe mund të kemi marrë shumë pak, pas kësaj, duke qenë se do të dimë se si të kërkojmë të drejtën tonë, për shenjën e ujorit do të arrijmë që të jemi shumë më efikas, por nëse punojmë një, do marrim një. Nuk kam që do marrim shumë, do punojmë një, do marrim një, por kjo është shumë më pozitive se çfarë mund të kemi pasur deri tani. Ndërkohë që na duhet që të përgatitemi edhe për probleme që mund të kemi tek banesa jonë, për shenjën e ujorit është një nga shenjat që mund të jetë pak më e prekur në lidhje me problemet tek banesa, sidomos në lidhje me zjarret ose në shkëndijja të elektricitetit. Do t'ju këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm në lidhje me këtë temë, edhe pse Urani, që është drejtuesi i ujorit, nuk është se ka kënde negative gjatë hënës të re, nuk do me thënë se grada ku ndodhet nuk shkakton probleme, përkundërsi mund të shkaktojë probleme shumë të mëdha, prandaj do të këshilloja që të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Pra nëse dim që diçka është e vjetër dhe mund të ketë krijuar probleme deri tani, ta ndryshojmë ose të paktën gjatë kësaj periudhe të mos e përdorim.
Okej, dhe shenja e fundit që është ajo e peshqive. Kemi një hënë të re të vendosur tek shenja e gafores dhe është në kënd pozitiv automatikisht me shenjën e peshqive, sepse janë të dyja shenja uji. Kjo për shenjën e peshqive do më thënë një shërim i plagëve që kemi marrë nga fëmijëria. Në qoftë të se kemi qenë të viktimizuar nga një temë, çfarë do lloj teme, nga fëmijëria jonë, që na ka ngelur peng, ose që e kujtojmë apo nuk e kujtojmë, pak rëndësi ka, kjo është një hënë e re e cila do të na shërojë këto plagë. Do të shërojë edhe problemet që mund të kemi në lidhje me lindjen e fëmijëve. Ishte edhe e përgjithshme, po e përsëris edhe një herë. Por shenja e peshqve është shumë më efektive se të gjitha shenjat e tjera. Do të na shërojë plagët që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet sentimentale. Sidomos për personat që janë tek shenja e peshqve, të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre ose veten e tyre në një lidhje, çfarë nuk ka rëndësi koha kur ka ndodhur kjo lidhje. Kjo është periudha kur tashmë kjo plagë do të shërohet dhe do të thotë edhe fillimin e një jete të re ose krijimin e lidhjeve të reja, të cilat tashmë janë shumë pozitive. Duke qenë se Jupiteri do të vazhdojë udhëtimin tek shenja e gaforës për një vit në vazhdim, ky është pikërisht fillimi i kësaj periudhe pozitive për ta. Pra shenja e peshqive tashmë ka kaluar në një periudhë e cila do të shënojë edhe krijimin e një stabiliteti vërtet shumë të madh, ku ato do të ndihen më të vlerësuar. Ky vlerësim, më mirë të themi, do të jetë edhe në brenda banesës së tyre, do të jetë edhe në brenda vetes së tyre, që është pjesa më e rëndësishme. Do t'i këshilloj të mos bëjnë shumë shpenzime, ose më të themi të jenë më të kontrolluar në shpenzimet e tyre, sepse mund të kemi dhe humbje të mëdha automatikisht. Mos besojmë shumë tek fati, ose më të themi mos besojmë shumë fjalë që na thonë të tjerë dhe të bëjmë investime pa i kontrolluar mirë, sepse në këto momente mund edhe të humbasim prej tyre. Do të jemi pak më të përgjegjshëm, pra kundrejt paras në këto momente për shenjën e peshqve, por anë të tjera i kemi vërtet shumë pozitive. Po shtëpia do ndërrojmë peshqit. Në këto momente të gjithë mund të ndërrojmë shtëpi. Po e mbaroj njërë peshqit, pastaj do kaloj të disa ndikime që kemi të përgjithshme, që do e përmbledh. Për shenjën e peshqve në këto momente mund të kemi edhe një vlerësim shumë të madh ndaj vetes së tyre, në qoftë se kemi plag ose nëse nuk kemi marrë atë dashurinë që na nevojitet neve si njerëz nga prindrit tanë. Kjo është periudha në të cilën mund të hasemi me persona të cilat na i përmbushin këto lloj nevojesh, ose edhe marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë mund të rregullohen dhe mund të marrin pikërisht atë, domethënë, çfarë na ka munguar deri tani. Komunikimi është vërtet shumë pozitiv në këto momente, është më i butë, më i ëmbël dhe kjo normalisht i ndihmon shumë më tepër, i ndihmon shumë edhe për të kryer një mirëqenie materiale, siç e përmenda, ndërkohë që do të kemi edhe ose më them pika ku do të këshilloj shenjën së peshqve që të jenë pak më të vëmendshëm, do të jetë në lidhje me personat që flasin shumë, personat të cilët mundohen që të imponojnë mendimet e tyre për rrugën që ata duhet të ndjekin në jetë, ose në lidhje me edukimin e tyre, apo se si duhet ta bëjnë diçka, që japin më shumë herë më tepër mend se çfarë duhet, pra për mënyrë se ata duhet ta zhvillojnë jetën e tyre. Këta janë personat të cilët ju këshilloj që të mos e dëgjoni shumë në këto momente, sepse mund të ushqejë një pjesë tuaj e cila domethënë, po e them në këtë mënyrë, ajo gjë që ka ngelur peng ose që e ka ngelur pak të pashëruara, mund të ushqejë pikërisht këtë pjesë, mund të dalë një ego e pashëndetshme në sipërfaqe, e cila në vend që të ndihmojë të ty pengoj edhe për të arritur dhe për të përdorur këtë moment kaq pozitiv. Okej. Këto ishin ndikimet që ishin për shenja, ndërkohë që do them disa gjëra që janë të vlefshme për të gjitha shenjat, që është ndikim i përgjithshëm. Duke qenë se shenja e gaforës është shenja e cila reprezenton shtëpinë, banesën, vendin ku ne jetojmë, rrënjët tona, një hënë e re këtu, ose një ndikim, pra, siç është hëna e re këtu, do me thonë edhe mbarimin e periudhës që ne kemi jetuar tek shtëpia ku jemi tani, mund të thotë edhe zhvendosje tek një shtëpi tjetër, ose edhe të një shtet tjetër, zhvendosje komplet, pra. Në përgjithësi, duke qenë se jemi në ndikime pozitive, këto zhvendosje do të jenë për mirë, por normalisht do të jemi më të kontrolluar, pra. Ndërkohë që një ndikim tjetër që është
Ky është një ndikim të cilën ka të bëjë më tepër me luftën që po ndodh në këto momente, ka të bëjë edhe me në qoftë se, domethënë, nuk pengohet, po e them në këtë, në qoftë se nuk pengohen të gjitha këto marrëveshje që po ndodhin përpara krave, dhe në qoftë se kemi përhapjen e kimikateve në ajër, atëherë mund të vëmë re edhe probleme në lidhje me lindjet ose në fëmijët, në moshat të vogla, fëmijët e mitur, ku mund të kemi probleme vërtet shumë serioze në shëndetin e tyre. Ok. Pra, duhet jemi pak më të vetëdijshëm se çfarë lejojmë që të ndodhë. Personat të cilët po mundohen që të udhëheqin ose që të drejtojnë rrymën në këto momente janë pak, masat janë shumë. Jemi pak më të vetëdijshëm dhe të tjerë. Ok. Atëherë, këto ishin të gjitha ndikimet që kisha për të thënë. Këtë video do ta vë te kanali im i YouTube-it, do ta vë sot ose nesër, në vartësi të se sa i lodhur jam tani. Mos pa vjen pak rëndësika. Gjithsesi, kur vë te kanali im i YouTube-it, ndaj në shenja, mund ta gjeni edhe më thjesht, mund ta ndiqni më thjesht me të themi. Të gjitha shenjat i përmenda, keni edhe ndikimin e përgjithshëm, mënyra se si, ose me thënë radhitja se do t'i këshilloja që të dëgjonit lidhjet e mia ose videot e mia, do t'ishte si fillim ndikimet e përgjithshme, duke qenë se ato na prekin të gjithëve ne, prekin shoqërinë, prekin natyrën dhe automatikisht ne si pjesë e tyre ndikohemi. Pas kësaj do t'i këshilloj që të dëgjonit ascendentin tuaj dhe në fund të dëgjonit edhe diellin tuaj. Duke qenë se kjo është një hënë e re, ata që e din mund të dëgjojnë edhe shenjën e tyre të hënës. Të gjitha shenjat i kam përmendur, në qoftë se nuk e dini se ku e keni ascendentin, mund ta mësoni. Po që se dini orën e saktë, ka shumë faqe në internet ku mjafton që të fusni të dhënat tuaja, duhet vetëm dita, muaji, viti, ora e saktë dhe vendi ku keni lindur, mjafton që të fusni këto, mund të gjeni ascendentin, mos përdorni ChatGPT se nxjerr të gabuara, po e them që tani ChatGPT jo, faqen në internet keni pafund, mjafton që të përdorni një prej tyre. Ndërkohë që nëse nuk e dini orën tuaj të saktë, ky është një shërbim që unë e jap, është një shërbim me pagesë, mund ta merrni si shërbimin vetëm, mund ta merrni si pjesë e paketave, nëse dëshironi, pra, për të gjetur ascendentin tuaj dhe nuk e dini orën e saktë, më shkruani. Jam gjithmonë e mkeshme, jam gjithmonë hapur për t'ju ofruar shërbimet e mia. Ok. Shumë faleminderit të gjithëve. Ishte një kënaqësi si gjithmonë. Natën e mirë. Po mendoj që të bëj, se në natën e mirë ngel duke thënë po ikë dhe nuk ngel. Po mendoj që të bëj një lidhje të drejtë për drejtë me pyetje përgjigje ditën e premte. Në qoftë se keni pyetje, më shkruani ndërkohë, mund të më shkruani nga gjitha platformat e mia. Do të mundohem që të përgjigjem, do ta bëj të shkurtër, nuk do zgjas kaq shumë sepse bëhet edhe lodhshme edhe për mua, edhe për ju kur e ndiqni. Do të prek vetëm temat kryesore. Ok, kjo ishte. Shihemi pra të premten. Pafshim.